Ky është qarku im elektrik, i përbërë nga tela përques, qelsi dhe lampa. Arja pas kanë ndërtuar dhe vizatuar edhe skemën e këtij qarku. Shumë mirë. Arja, mund ta ndezësh qarkun tënd? Bravo. Të lumtur. Ky është qarku im elektrik. Ka llampë, tela përques, bateri dhe një qelës që kur e shtypim bën dritë. Ndriçon. Ky është qarku im elektrik, i cili ka një bateri, ka tela përques, ka një qelës, ka dhe një llampë. Dhe kur e ndez, llampa çon elektricitet. Ky është qarku im elektrik, i cili është i përbërë nga bateri, nga një llambush, nga një qelës dhe tela përques. Çfarë roli kanë telat përques? Përcjellin energji elektrike. Ose elektricitet. Mirë. A mund ta ndezësh? Ky është qarku im elektrik. Është përbërë nga tela përques, një qelës dhe një llambushk dhe një bateri. A mund ta ndezësh qelsin? Po. Shumë mirë. Vazhdojmë Katalea. Ky është qarku im elektrik. Ka një llampë, ka një mbajtje lampe, ka disa tela përques, ka një bateri, ka dhe një qelës. Dhe qelsi kur e ndez, përcjell energji në llampë. Ky është qarku im elektrik, i cili ka disa tela përques, një qelës, një llambush dhe bateri. Kur shtypim qelsin, qelsi përcjell energji elektrike në të llampë, Nëpërmjet kujt? nëpërmjet telave përques. Po, shumë mirë. Ky është qarku im elektrik, i cili